I nderuara të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin. Kjo diel quhet e diela e etërve të shenjtë dhe vendoset midis analipsit dhe pendikostis. Analipsi është e kremtja që ne e festuam, ngjitja e Zotit Krisht në qiell, dhe pendikostia është e kremtja që presim ta festojmë të dielën që vjen, që është zbritja e Shpirtit Shenjtë mbi apostujt. Në mes të këtyre dy të kremteve zotërore, vendoset kjo e diel që quhet e diela e etërve. Pse quhet e diela e etërve? Sepse neve kujtojmë një ngjarje të madhe në historinë e Kishës, ku në vitin 325, me nxitjen dhe urdhër të Shën Konstantinit të Madh, i pari perandori krishter, u mblodh në Nikea sinodi i parë ekumenik. Sinod do të thotë mbledhje e përbashkët e gjithë përfaqësuesve të Kishës, episkopëve, dhe u mblodhen 318 etër, të cilët u përballën me një herezi. Çfarë është herezi për ata që nuk e dinë? Një mësim i gabuar, një doktrinë e gabuar, dhe kjo herezi në atë kohë doli prej një heretiku, që quhej Arius. Ishte një prift nga Aleksandria, i cili në egoizmin e tij, i pushtuar nga babai gënjeshtës djalli, ai formuloi në mendjen e tij, dhe pastaj fatkeqësisht këtë ja mësoi dhe shumë njerëzve tjerë, dhe mësoi herezin se Isu Krishti nuk është biri dhe fjala e Perëndis, por është thjesht krijesa e parë e Perëndis. Dhe kështu ai mohoi Trininë e Shenjtë, themelin e besimit të krishterë. Dhe për këto u mblodh Kisha, edhe e dënoi heretikun Arius dhe të gjithë etrit e shenjtë në një zë të frymëzuar për Shpirtin Shenjtë, formuluan 7 nenet e simbolit besimit, atë që e themi edhe këtu në Kishë, dhe që thanë, besojnë në një Perëndi dhe në birin e Perëndis, të vetëm lindur prej Atit, dritë prej drite, Perëndi e vërtet prej Perëndie të vërtet. Dhe kjo kishte një rëndësi të jashtëzakonshme për Kishën, sepse ruajti Kishën nga ky mësim i gabuar, sepse në qoftë se ne nuk do besojmë, ashtu si Krishti e dëshmoi, apostujt e lëçitën dhe etrit e interpretuan se Isu Krishti është bir dhe fjalë e Perëndis, Perëndi prej Perëndie, dhe biri i njeriut, atëherë njeriu nuk shpëton, sepse njeriu nuk mund ta shpëtojë një krijesë, duhet ta shpëtonte ai që e krijoi, Ati me anë të birit nëpërmjet Shpirtit të Shenjtë. Ashtu si thot dhe Shën Athanasi i Madh, Perëndia o bën njeri që njeriu të bëhet Perëndi. I dëgjojmë këto gjëra, por veshët tan janë të rënduar. Jemi njerëz mishor, instinktiv, gjitemi mbas gjërave materiale, kotësisë. Jetojmë si kafsh me fytyrë njeriu dhe nuk mendojmë për këto gjëra kaq të larta që ka bërë Perëndia për neve, që ai na bëri të ngjashëm me veten, na bëri Perëndi si pasirit. Mendja jonë është shumë e vogël për ta kuptuar këtë, po ashtu dhe zemra jonë është shumë e ngushtë. Por për këtë jemi thirrur ne të krishterët dhe ne të krishterët ortodoks, të bëhemi Perëndi si pasirit, të bashkëmbretërojmë me Krishtin në jetë të jetëve. Ky është thelbi i besimit. Për këtë përpiqemi, për këtë vim në Kishë, për këtë kishërohemi, për këtë lutemi, për këtë asketizojmë, për këtë kungohemi, për këtë dhe pendohemi dhe rrëfehemi. Pra, jemi thirrur për gjëra shumë të mëdha. Të dashur të krishterë, herezia është një nga keqet më të mëdha, që fatkeqësisht nuk vjen nga jashtë, siç është persekutimi fizik i Kishës, por vjen nga brenda, nga ata që kanë petkun e krishterë, por brenda janë uqër, janë heretikët. Uqër veshur me lëkura dele, siç edhe dëgjuam tek apostulli, që për jushta do dalin heretik, mashtrues,
që do mashtrojnë dhe tjerët. Si shto dhe Shën Joani, dolën nga ne, po nuk ishin nga ne. Pra, herezia është një sëmundje që vjen nga brenda kishës. Nga njerëz edhe me pushtet, klerik të lartë, teolog, të cilët besojnë tek mendja e tyre, vuajnë nga lavdidashja, nga dëshira për qenë qendra e tjerëve, dhe kështu mashtrohen nga babai i gënjeshtrës dhe sjellin mësime të gabuara në kishë, që fatkeqësisht i ka dhënë kishës shumë probleme, por që këto vazhdojnë edhe sot e kësaj dite. Prandaj, herezia e Ariusit është një herezi që vazhdon edhe sot. Jo te ne krishterë ortodoks, po ka grupe heretike të cilët përsëri pranojnë herezinë e Ariusit. Pranojnë që Jezu Krishti nuk është biri dhe fjala e Perëndis, por është një krijes. Kush janë? Janë grupet Jehova, që fatkeqësisht vinë lirshëm edhe trokasin në dyert e shtëpive tona të krishterëve ortodoks dhe elmojnë të krishterë ortodoks, duke ndarë disa fletushka, disa libra, disa teori të tyre, duke thënë që ju adhuroni Krishtin si Zot, por kjo është gabim. Dhe fatkeqësisht ka nga ata të krishterë me traditë ortodokse që kanë shkuar tek ta heretik dhe kanë thyer besimin, kanë mohuar hyjnin e birit, kanë mohuar shpëtimin e tyre. Kemi edhe të tjerë, të cilët përsëri thonë që Jezu Krishti nuk është Zot. Kemi fe të tjera, në fen islame. Jezu Krishti nderohet, thuhet është profet, është pejgamber, por nuk është Zot. Madje ata na akuzojnë ne si idhujtar. Por kjo nuk është e vërtet, sepse Jezu Krishti është biri dhe fjala e Perëndis, dhe biri i njeriut dhe shpëtimtari ynë. Por kemi edhe rryma të tjera sot për njerëz të cilët janë racionalist, liberal, teolog në thonjza, por që e kanë vështirë që Jezu Krishti është Zot dhe pranojnë atë si një njeri të ndriçuar, një reformator, simbol hyjnor, por jo i një natyre me atin. Ja pra që edhe sot e kësaj dite vazhdon herezia arianiste. Por kemi dhe disa herezi të tjera që janë të kohës së sotme, të cilat fatkeqësisht po elmojnë botën. Kush janë këto herezi? Janë herezi të cilat kërkojnë na krijojnë neve një ide të një feje të përbashkët, që nuk ka shumë rëndësi e vërteta, duke na thënë që ne ortodoksët jemi fanatik, jemi kokë fort, por duhet jemi më të hapur, duhet jemi me mendje të hapur, dhe duhet i pranojmë dhe të tjerët, dhe të bëjmë një miksim fetar. Kemi një herezi, ekumenizmi, që do të thotë që nuk është vetëm kisha ortodokse vetëm kishë, po ka dhe kisha tjera, të cilat edhe ato e kanë të vërtetën, edhe ato sjellin shpëtimin, dhe në emër të dashurisë të bëjmë të bashkim, po pa të vërtetën. Kemi relativizmi fetar që do të thotë që të gjithë fetë kanë pjesë të vërtetës, janë rrugë për shkuar tek Zoti, dhe ne duhet t'i pranojmë këto në emër të një feje, në emër të dashurisë, por që nuk është feja e vërtetë, është feja antikrishtit, feja e kohës së re, dhe bie ndesh me atë çfarë tha Krishti. Unë jam rruga, unë jam e vërteta, unë jam jeta, dhe askush nuk shkon tek Ati vetëm me anën time. Ose kemi një tjetër herezi, sinkretizmi, që do të thotë përzierje e besimit ortodoks me okultizmin, me praktikat shpirtërore si yoga, astrologji, energjit mistike, besimet e feve lindore, dhe po bëjë sot një miksim, një pasticë fetare. Fatkeqësisht, po infektojnë dhe të krishterë ortodoks. Thonë që janë të krishterë ortodoks, po merren me horoskopin, merren me astrologjin, merren me spiritizmin, merren me yoga, merren me energjitë e universit, merret me fe lindore. Çfarë i krishteri ortodoks e ti? Si mund shkosh edhe me Krishtin dhe me antikrishtin? Si mund shkosh edhe me Zotin dhe me djallin? Si mund shkosh edhe me vërtetën dhe gënjeshtën? Ti gënjen veten. Si e i krishter ortodoks? Ke tratuar besimin, kur vuron shpirtërisht me frymra demoniake. Prandaj kujdes, sepse këto janë herezi të cilat gëlojnë sot
në kohën e sotme, ku njerëzit e kanë humbur orientimin, sepse janë bërë egoist, gjithë ju pëlqen mendja atyre. Gjithë thonë, unë e di të vërtetën. Ku din ata? Edhe Kisha gabon. Madje edhe Krishti gabon. Pra, shiko ku po shkon ky brez. Kjo çmenduri kolektive. Por nuk është rastësi. E ka profetizuar Krishti. Do vi koha që në botë do vinë shumë profet të rem. Mos i besoni. Shumë krishter të rem. Mos shkoni mbas tyre. Pra, duhet të mbetemi të krishterë ortodoks, me frikë Perëndie, dhe nuk duhet të shkojmë as majtas, as djathtas. Kjo është ortodoksia. Sepse po devijojmë dhe majtas, edhe djathtas, ne kemi humbur rrugën e besimit të sigurt që jep Kisha ortodokse. Ne nuk jemi gjykatës të botës. Ne nuk vendosim kush do shkojë në ferrën parajs. Por ne themi se Kisha ortodokse është rruga e sigurt për të vajtur tek Zoti. Është Kisha hir plote, 100% me hirin e Zotit. Dhe nuk na duhet besim tjetër, as fe tjetër, as dogmë tjetër, as fuqi tjetër, as dije tjera. Kemi tjetër herezi, moralizmi pa pendim. Pra, të jemi të krishterë të mirë, me edukat të mirë, siç është krishterimi perëndimor sot. Do me thënë që bollë të jesh i mirë, jo, do të jemi të shenjtë. Dhe si arrihet të jesh i shenjtë, të largohesh nga mëkati, jo thjesht të kesh një kortezi, një edukat, një sjellje, por në shpirt je komplet i nxirr nga pasionet e tua. Kemi indiferentizmin shpirtëror. Sot njerëzit ja bën indiferent. Nuk duan për gjëra shpirtërore. Kalojnë ditën duke marrë informacione, marrëzirat e botës. Se çfarë bëjnë njerëzit, çfarë hanë, çfarë pinë, çfarë vishën, ku rrinë, me kë rrinë. Merren me sistemi planetar, me universin, kërkojnë të kaplojnë galaktikat, por nuk merren me shpëtimin e tyre. Duan të bisedojnë me alienët, duan të bisedojnë me robotët, por jo të bisedojnë me Zotin. Kjo pra është marrëzia e kohës sotme. Kemi një tjetër herezi. Herezia e ungjillit të pasurisë. Vjen nga perëndimi. Pra po të jesh i krishter dhe të zbatosh ungjillin të vinë pasuri, bëhesh i pasur, ke mirëqenie. Ky është krishterimi. Të shtojmë ambaret, të shtojmë parat, të shtojmë luksin. Kjo bie ndesh me atë çfarë tha Krishti. Lumë të varfrit në shpirt, se ty është mbretëria e qiejve. Është një paradoks, ti jesh i krishter dhe ti jesh i pasur. Si mund të jesh i krishter dhe i pasur, ku njerëzit vuajnë, ka nevojë? Ajo që është e tepërt për ty i takon tjetrit. Dhe atë që ti e mban dhe nuk e konsumon, është vjedhje për tjerët. Kjo është fryma e krishterimit. Kemi edhe të tjera herezi që janë të kohës së sotme. Ose gnosticizmi. Njerëzit thonë dija, duhet mësojmë sa më shumë dije, dhe futen në labirintet, po ku përfundojnë? Përfundojnë te djalli, te magjia, te okultizmi, te spiritizmi. Bëjnë magjistar të mirëfillt dhe nuk shkojnë te Zoti. Pra, jetojmë në një kohë të vështirë. Dhe kështu pra ne duhet frymëzohemi si etrit e sinodit parë ekumenik dhe gjithë etrit, të qëndrojmë me frikë Perëndie në Kishën ortodokse. Të lutemi, të lexojmë shkrimin e shenjtë, të interpretojmë shkrimin e shenjtë sipas Kishës, jo sipas mendjeve tona ose heretikëve, dhe të marrim pjesë në jetën Kishës, në misteret e Kishës. Dhe kështu, si etri të themi gjithmonë të vërtetën, jo vetëm me fjalë, por dhe me vepër. Vetëm kështu ne do ta ruajmë veten tonë, zemrën tonë, nga herezia, nga kjo smundje, nga ky infeksion, nga ky virus, që fatkeqësisht i ka sill dëmet të mëdha Kishës. E fundi që do të them, Kisha nuk e urren heretikun, por herezin. Dhe Kisha është vënë një spital që shëron dhe smundjen e herezisë. Kisha pranon heretikët e penduar, kur ata pranojnë besimin tonë krishterë, thonë simbolin e besimit siç e themi neve, dhe atëre mbasi mirosen, bëjnë pjesë e Kishës, ose dhe pagzohen. Por, në qoftë se një heretik nuk e pranon doktrinën e Kishës dhe mbetet në herezinë e tij, ai sikur të ketë gjitha virtutet e botës, të bëjë të gjitha të mirat e botës, ai njeri është i humbur, është në ferr. Dhe do ta mbaroj këtë fjalë që ndoshta dikujt i duket e gjatë,
por është e domosdoshme. Me një histori. Ishte një murg i cili vajti në një manastir. Në atë manastir, ai po qëndronte dhe aty në qoshe rrinte një murg tjetër, i cili vetëm luteshe dhe nuk bënte asnjë lëvizje. Ky murg i ri i bëri përshtypje ky murgu tjetër dhe pyeti: "A je i kishës apostolike?" "Jo," tha, "unë jam i kishës nestoriane." Herezia që e pranon Krishtin vetëm si njeri. Atëherë ky murg i ri tha: "Kush e ka të vërtetën? Shiko sa i përkushtuar është ky. Ky vetëm lutet, njeri i shenjtë." Dhe atëherë Zoti e ndriçoi. Dhe i dërgoi një angjëll për t'i treguar se si ishte ky. Dhe i tha: "Shikoj si është." Dhe ai kur lutesh nga goja e tij dilte një pëllum i ndyr me pupla të pista për treguar atë frym antikrishte që kishe. Dhe pastaj angjëlli e mori dhe e çoi në ferr. "Shikon," tha, "këtu në ferr ku janë, tha, të gjithë heretikët, Ariusi, Severi, Nestori, e të gjithë. Origjeni e tjerë. Dëgjoj, tha, sikur njeriu t'i ketë të gjitha virtutet, edhe të gjitha të mirat, por në qoftë se ai ka herezi, ai vjen këtu, në ferr. Kështu pra, kujdes. Mos lëvizni majtas djathtas. Qëndroni në kishën ortodokse. Në qoftë se doni të mësoni, hajdeni këtu. Mësoni sepse kisha është një institucion i organizuar që e lëçit fjalën e Zotit dhe interpreton atë sipas asaj që tha Krishti, lëçitën apostujt dhe interpretuan etrit. Amin.